Me takimin e zhvilluar në rajonin numër 2 ka mbyllur fushatën elektorale në qytetin e Shkodrës kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Spahia. Ndërsa mori mbështetjen e banorëve të kësaj zone, Spahia ka kërkuar që të vlerësohet maksimalisht 11 maji. Nëpërmjet votës tonë, nëpërmjet bindjes së sa më shumë miqve, shokëve, dashamirësve, qytetarëve të ndershëm, shkodran, të majt e djathtë, të pa parti, na bashkohen në rrugtimin, na dallë këtë mallë që presim me 11 maj drejt kutive të votimit për të realizuar ndryshimin e madh që e pret çdo qytetar i ndershëm, kthimin e Partisë Demokratike në drejtimin e punëve të vendit. Dy prej figurave të njohura të Partisë Demokratike në Shkodër, ish kryebashkiaku Ormir Rusi dhe Qashif Hoxha, theksuan se Shkodra ja ka borxh votën Bars Spahis për të gjithë kontributin që ai ka dhënë në këto vite të vështira. Shkodra ja ka borxh, edhe ne duhet patjetër me votu Bardhin si kandidat. Një virusi keq ka hinë Shkodër. Virusi Rama Beci. Shumë i rrezikshëm. Po si çdo virus tjetër, edhe ky virus ka vaksinën e vet, që do të zhduket. Ne i kena 3 doktora për me shëru këtë virus. Doktori që e ka diagnostiku, doktori që e ka operu, e Sali Berisha i madh që e ka shëru. Edhe banorët e rajonit numër 2 premtuan në votën e tyre për kandidatin Bars Spahia si zëri përfaqësues i tyre në Kuvendin e Shqipërisë.